Nora Istrefi vjen në intervistën 60 sekondëshe për këtë javë. A ka ngënjur ndonjëherë në intervista? A do kishte planuar të ketë treshe? Shikojeni vetë. Unë jam Nora Istrefi, kjo është intervista ime 60 sekondëshe për Privin. Kujt ke pas dëshirë me ngja kur ke qenë e vogël? Mamit. Storja më e bukur e dashurisë? Propozimi për fejist, në Malunaza. Çka kishe ndryshu në vete po të kishe një shkop magjik? Shumë sene. A ke gënjy në intervista? Jo mundu gjithmonë me qenë sinqert, po tash s'po di. Në cilën periudhë të jetës tënde kishe dashur me qenë? 4 vjet më herët. Në emër të dashurisë, a je në gjendje me i shtu 17 kg? Po. A je gjeloze? Po. Puthja e parë? 18 vjeçare. A friksohesh që pas lindjes ki me mbetet rash? Po, shumë. Deri më tani, a ishe i sinqert në këtë intervistë? Po. Për çka ishe nda nga i fejuari? Kur nuk shkon, për shumë arsye. Një fatkeqësi që të kish knas? Më mrat fektë me pushuni ko. Refleksi i parë kur hyn në skenë? Mi ndrejt flokt. Cili ofendim nuk të ka lënduar kur? Me një madhe. A je lumtur që je këtu sonte? Po. A kishe bo treshe ndonjëherë?